prapë me ta për këtë gjë. Do të shtirë seanca pas dështimit ose ta themi bllokadës që e bën kryesisht Lidha Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca dhe Lista S. Një akt i paprecedent dhe për herë të parë në Republikën e Kosovës, duke mos votu, ta themi, marrjen e detyrave të përgjegjësisë së komunitetit. Ne sot jemi thirrur dhe ngam pas 48 ore, ashtu siç tha dhe presidenti e Republikës së Kosovës. Unë mendoj që lëvizja në dosje mbi bazën e diskutimit që jemi pasur në grupin parlamentar, kemi numra për ta për këtë gjë. Tashti është çështje që i takon edhe kryeministrit, qoftë emri i parlamentarit, se e di që të na pyesni, qoftë përbërja e kabinetit qeveritar. Ka marrë, tash kemi një mbledhje lartë ku do të diskutojmë, e pastaj edhe do të shihni ngjarjet në Kur'an. A keni ende emrin e kryeparlamentarit? Po jemi duke bisedu, sigurisht kryeministri e ka, dhe natyrisht atë do ta shpalos para qytetarëve në formën më transparente të mundshme. Tash unë mund ta them emrin për arsye se i takon edhe kryeministrit të Republikës së Kosovës. Apo në marrëveshje me nismën apo ende zyrtarisht në kodis? Po zyrtarisht nuk kemi asgjë, pra ata që deklarojnë që nuk kemi zyrtarisht është